javë më parë në fshatin Bibaj të Ferizajit, familja Qerimi humbit njërin nga familjarët e tyre, por pak kohë para se t'i japnin lam të mirën e fundit, familja u përball me diçka të jetë shqetësuese dhe të padëshiruar për ta. Vari i të ndjerit, i cili do të hapej nga punëtorët e Këshillit të Bashkësisë Islame në Ferizaj, nuk u përfundua, pasi ata kishin lënë punën në gjysmë. Si përhabi për këtë rast, Këshilli i Bashkësisë Islame në Ferizaj nuk po është në dieni. Megjithatë, Big fajin e hodhi te komuna, duke thënë se, edhe përkundër që kanë nënshkruar marrëveshjen që Big të merret me shërbimet e varrimit, komuna e Ferizajt nuk i ka derdhur parat në xhirologarinë e Bikut. Nuk ishte vetëm ky problemi, sekretari i këtij këshilli Lutfi Halili tha se pagesa prej 30 eurove punëtorëve po ju duket pak. Bile bashkë sot e kemi pas njëjtin rast, erdha unë prej varrimit dhe kur i tham aty në punëtorëve të fshatit Bibaj për me hap varrin, nuk kanë pranuar ato. Do thonë kinë se 30 erë që është i pak, edhe ne dojmë ende pare. Prandaj edhe ai personi i cili kishte rastin e vdekjes, u detyru që 10 erëshin t'ja baj 40 era për hapin e varrit. Për rastin e parë, unë nuk kam as njohuri, apo mund të themi që s'kam njohuri hiç, edhe nuk di pse është ba, ka fillu mu qelë varri edhe nuk është qelë sa duhet. Përkundër kësaj, ai po arsyeton këtë gjest, duke thënë se shkaku i moshapjes së varrit janë parat të cilat nuk i ka derdhur komuna në xhirologarinë e Bikut. Besoj që shkaku është mjetet financiare janë që ndoshta ka mujt më lanë anash kjo punë. Përndryshe, atë ditë që derdhen mjetet në xhirologarinë e Këshillit të Bashkisë Islame, do t'i menaxhoj jo vetëm qytetit, po edhe fshatat do t'i menaxhoj, edhe për secilin fshat, nëse fshati ka punëtor që i siguron vetë punëtor, do t'i paguajmë ne ato punëtor. Nëse nuk ka, atëherë prej këtujt, prej qytetit do t'i çojnë në fshatra, edhe besoj që çdo punë do shkojnë në rregull. Por kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa tha për Kosova Press se rreth 8.000 euro për muajt paraprak janë derdhur në xhirologarinë bankare të Këshillit të Bashkësisë Islame, ashtu siç ishte parapar me marrëveshje. Ne tani më ju kemi paguar rreth 8.000 euro shpenzimet për mujt paraprak, ndërkaq që kemi edhe një fakturë të cilën do ta përmbushim që nga dita sotme për 18.500 euro. Kjo do të thotë që të gjithë qytetarët përfitojnë nga kjo. Se a është në dieni se puna e Bikut nuk është kryer si duhet, ai tha se ka dëgjuar vetëm spekulime, që mund të jetë edhe realitet. Spekulimet e ndryshme që vijnë te ne mund të jenë edhe realitet, por ne nuk kemi të dhëna se nuk po zbatohet ky vendim, ndërkaq nëse nuk zbatohet ky vendim, ne jemi të shqetësuar në tej mos nga kjo, sepse të gjitha mjetet duhet përdoren sipas destinimit dhe qytetarët duhet të jenë në pozitë të barabartë. Megjithatë, të prekrit nga kjo situatë mbetën familjarët, posaçërisht e djamt e të ndjerit. Derisa djamt e tij ende kishin dhimbjen e tyre, shqetësimin e tyre, tha kryetari i fshatit Faton Haxhi Saliu. Te rasti i parë që na ndodhe neve këtu me punëtorët e Bashkisë Islame, të cilët na i dërguan neve këtu dhe nuk kishte i hapur varri. Kuptohet që për vorrezat që janë para masat, por kur erdhëm ne këtu, ishmi duke falur xhenazën dhe pa varri që ishte diku i hapur vetëm as në 50% i cili do të më hap. Dhe ne bashkë me dashamir dhe me miq, dikun afër 45 minuta, unë i bëna një thirrje, hoxhi tha që do të mosh një fjalim, ta zgjatësh fjalimin pak më gjatë sepse vorri e kanë lënë punëtorët e Bashkisë Islame, nuk e kanë hapur me standarde ashtu se si hapet vorri. I pari i fshatit të Bibaj i bëri thirrje Bashkësisë Islame që këtë punë ta merr me seriozitet.